Po kjo po përsëritet edhe tash për fat keq. Për shembull, thonë se 2 plesht vjetër kanë shku te xhamia, tu marr avdes njëri se 3 kajtje, thotë i marifsit. Po te thotë unë i marifsit. Po unë po e tregoj një detaj që më ka ndodhur tubimin e parë. Që të thash, kom pas fatin kam qenë gjenerata e parë që kom kry klasën e 8. U takova me një shok, Azem Makolli, që kemi kry 8 vjeçaren bashkë. Tha gjema janë dikush për shokëve tonë që qenë kanë ardhë në tubim. Tubimi pari, sa po mëre, kish plot, unë e njefsha. Edhe tu e me te e takum Ahmet Vitin, djalin e Zajm Vitish. Edhe ai 4 vite ka qenë bashkë me ne. Ata më përshëndetën mua, Azemi u nalu përshëndet, po veç pe këshyr. Thasha penje ku shokë? Tha jo. Ahmet ja penje këte? Tha jo ty. Thash kjo është Azemi, kjo Ahmeti, qyrë më keni harru? Tha pas këmi harru si me po pej atëherit. Dhe më thonë edhe tash, largimi, gurbeti, i ka largu njerëzit nuk janë njohur, po që to tupime që i kemi organizu, janë shumë të mirë se ardhen, po nifen njerëzit, familjet, nipat, mesat që i kemi gjithandej.